Nata e Kadrit. Besoj se në secilin familje të muslimanëve, kudo edhe në vendin tonë, pavarësisht nivelit të tyre fetar, një natë është e njohur shumë me emrin e vet, Nata e Kadrit. Madje shpeshherë është interpretuar edhe në origjinal, ashtu siç e ka quajtur Allahu në Kur'an, Lejletul Qadri. Bile, nga njëherë njerëzit edhe i thojnë edhe shqip edhe arabisht, nata e Lejletul Qadri, që nuk do të kishte nevojë të ishte ashtu. Pra, sido që tjetë, kjo natë është shënuar çdo herë, sepse Allahu i plot fuqishëm e ka begatuar dhe ka bërë natën më të vlefshme në gjitha netët, jo vetëm të vitit, por të gjithë ymrit aty ku nuk ka natë të Kadrit. Për shkak të vlerës së saj të madhe, për shkak se ajo është natë e bekatshme, për shkak se ajo është një natë që regjistrohen, shkruhen afatet edhe të vdekjeve të atij viti që do të vjen, shkruhen edhe mënyrat, respektivisht sasia e riskut të njerëzve që do të fitojnë atë vit. Pra është natë që lidhet po se po me ahiretin, por është natë që lidhet edhe me jetën tonë në këtë botë, edhe përfundimin e saj dhe daljen nga kjo botë. Lejletul Qadri khajrum min elfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlerë se 1000 muaj. Më e vlerë pra i bie se shumë, nuk duhet as të llogaritet në ato 83 vjet e mundshme. Njerëzit për okupim në vete e kanë të dinë saktë thu cila është pikërisht nata e Kadrit. Nata e Kadrit me të sigurt, sipas asaj që ka ardhur nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe është njohur nga muslimanët, është diku në Ramazan. E në Ramazan gjasat më të mëdha janë që ajo të jetë në 10 ditët e fundit. Madje me theks të veçantë në 10 netët e fundit, sepse kemi natë të Kadrit dhe nuk kemi ditë të Kadrit, pra është fjala vetëm për netët e fundit. Në 10 netët e fundit më gjas që të rastis nata e Kadrit janë netët tek të muajit Ramazan, por ajo që është e njohur ndër ne dhe ndër viset muslimane kudo, nata 27 më së tepërmi janë edhe argumentet që atakon këtë datë që ajo të jetë nata e Kadrit me tekst të veçantë. Njerëzit kanë një preokupim, çfarë duhet të bëjmë më shumë që kjo natë të jetë për ne, një natë vërtet e begative dhe një natë që ne të arrijmë sa më tepër të mira. Besimtari në esencë nuk duhet që netët e tij të jenë në vende jo të duhura, në vende ku nuk është e ndershme që të jetë. Pra ai ka një natë të rëndom çdo natë të vitit, por natën e Kadrit nuk mendohet se kemi diçka shumë speciale, por duhet të kemi të shtuar që atë natë të kemi të ngjallur me ibadete. Sa më pak të merremi me punët e dynjas në kuptimin e punëve të fitimit, të kalkulimeve të ndryshme, të planifikimeve për jetën, për të nesërmen, për të pasnesërmen, por më shumë të merremi për atë të pasnesërmen e largët që është ahireti. Pra, të përkushtohemi në adhurim ndaj Allahut në mënyra të ndryshme, me namaz sa më shumë rekate që mund të i falim, të lexojmë Kur'an sa më shumë që mund të bëjmë, po të bëjmë edhe dhikr, të bëjmë edhe përmendjen e Allahut në forma të ndryshme sa më shumë që mund të bëjmë meditim rreth kësaj sa më shumë që mund të bëjmë. Njerëzit në këtë jetë kanë ardhur pa dëshirën e tyre, por me vullnetin e Allahut të plotfuqishëm. Derisa ata janë të tillë, nuk janë të tillë edhe në ambicjet e tyre për të jetuar. Njerëzit kanë dëshirë që jeta e tyre të jetë sa më e gjatë në përgjithësi, përveç ndonjë të preokupuari, përveç ndonjë njeriu që ka brengat e tij e që mendon se nga dalja nga kjo botë shuhet gjithçka dhe ai pushon. Në përgjithësi njerëzit pra, në këtë rast besimtarët, kanë një dëshirë edhe më të madhe që jeta e tyre jo vetëm të jetë më e gjatë, por të jetë
më begat për punë të mira, sepse fundja për këtë kemi ardhur në këtë botë. Allahu na solli këtu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, që t'ju sprovoj juve se kush nga ju është më vepërmiri. Dhe derisa kësaj ne e kuptojmë, atëherë për veprat tona të mira mundohemi sa më shumë që të bëjmë, por nga njëherë preokupohemi me ymrin e shkurt, me jetën e shkurt që e kemi. Nata e Kadrit është një kompenzim që nëse njeriu e arrin një herë në jetën e tij, i bie se ka bërë një jetë më të gjatë se shumica e pleqve që jetojnë. E nëse ai disa herë gjatë jetës së tij e ka arritur natën e Kadrit, ai ka disa jetra, e kalon edhe Nuhun alayhis salam. Selamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ajo është natë e paqes deri kur agon mëngjesi. Të respektuar vëllezër dhe motra, nata e Kadrit është një natë në vit. Sado që është e begat, nuk është e shpesht. Mirë po, arsyeja pse kjo natë është e veçantë, arsyeja pse kjo natë është e madhe, ajo mbetet tër vitin. Është zbritja e Kur'anit. Allahu e veçoi madje edhe vetë muajin e Ramazanit si muaj të veçantë, të cilin e bëri obligim të agjërohet për shkak të zbritjes së Kur'anit. E veçoi natën e Kadrit sepse në të zbriti Kur'ani. Të jem të lidhur me Kur'anin në mënyrë të vazhdueshme. Ta duam Kur'anin në mënyrë të vazhdueshme sepse dhuntia më e madhe, e prekshme, e qasme që njerëzit e kanë në jetë, e po e thëm njerëzit, e jo vetëm besimtarët musliman, është ekzistimi i Kur'anit. Allahu e bëft pranverë të zemrave tona.